nën për herë të parë. Foshnja dhe nëna janë në gjendje shumë të mirë shëndetësore, kanë pasur gjithkohës praninë e stafit tonë nën përkujdesje, ndërkohë edhe babi bebit ishte i pranishëm në aktin e lindjes. Ermira dhe Fiqeriu e cilësojnë vajzën e tyre një dhuratë të madhe që u rezervoi viti i ri, pasi janë bërë dhe prindër për herë të parë. Mes emocioneve ata rrëfejnë për gazetarët dhe vendosjen e emrit. Po, fëmija imi parë është. Si shkoi lindja, si ndjeni tani? Lindja shkoi shumë normalisht, falë edhe punonjësve të Gjeraldinës. Tani ndihem shumë e lumtur, falenderoj Zotin rreth parë për këtë mrekulli të vogël që më bëri dhuratë për vitin e ri. Edhe jam shumë e lumtur. Emrin ja kishit vendosur më herët, emrin e vajzës? Po, kishim vendosur më herët, quhet Daisy. Emocionum, shumë i kënaqëm, sa s'di që të them më shumë. Ishte një dhuratë ndaj Zotit kjo, një kënaqësi shumë e madhe. Vendosja e emrit është nga vllai im, Luandomi. Me jetë gjatë. Shumë faleminderit, edhe ju ta kaloni sa më mirë. Mjekët kanë qenë në gatishmëri edhe për raste të tjera lindje për gjatorëve të 2017-s, ku të tjera nëna u gëzuan me fëmijë. Daisy është foshnja e parë që ka lindur për vitin 2017 dhe ka gëzuar prindrit e saj Ermira dhe Fiqeri Domin. Lindja ka ndodhur në minutat e para të 2017-s në Spitalin Ginekologjik Mbretëresha Geraldin. Mjekët që asistuan në lindjen e Daisyt deklarojnë se nëna dhe foshnja janë në gjendje të mirë shëndetësore. Lindja e parë e vitit është bërë në sekondat e para të këtij viti. Sigurisht ishte kënaqësi dhe gëzim për ne, jo koha kur erdhi bebi, por që erdhi një bebi shëndetshëm nëpërmjet një lindje krejt normale, natyrale, një beb 3700, nga një nën që lindte për herë të parë dhe që u bë sot në fillimin e vitit nën për herë të parë. Foshnja dhe nëna janë në gjendje shumë të mirë shëndetësore, kanë pasur gjithkohës praninë e stafit tonë nën përkujdesje, ndërkohë edhe babi bebit ishte i pranishëm në aktin e lindjes. Ermira dhe Fiqeriu e cilësojnë vajzën e tyre një dhuratë të madhe që u rezervoi viti i ri, pasi janë bërë dhe prindër për herë të parë. Mes emocioneve ata rrëfejnë për gazetarët dhe vendosjen e emrit. Po, fëmija imi parë është. Si shkoi lindja, si ndjeni tani? Lindja shkoi shumë normalisht, falë edhe punonjësve të Gjeraldinës. Tani ndihem shumë e lumtur, falenderoj Zotin rreth parë për këtë mrekulli të vogël që më bëri dhuratë për vitin e ri. Edhe jam shumë e lumtur. Emrin ja kishit vendosur më herët, emrin e vajzës? Po, kishim vendosur më herët, quhet Daisy. Emocionum, shumë i kënaqëm, sa s'di që të them më shumë. Ishte një dhuratë ndaj Zotit kjo, një kënaqësi shumë e madhe. Vendosja e emrit është nga vllai im, Luandomi. Me jetë gjatë. Shumë faleminderit, edhe ju ta kaloni sa më mirë. Mjekët kanë qenë në gatishmëri edhe për raste të tjera lindje për gjatorëve të 2017-s, ku të tjera nëna u gëzuan me fëmijë.